sot jemi të gatshëm, jemi përgatitur. Unë falenderoj edhe policinë e Kosovës, ushtrinë e Kosovës që kanë marrë një përsipër, edhe pse fatkeqësisht kemi zgjedhje parlamentare, por kjo datë ka qenë më hershme dhe nuk kemi pas mundësi ta ndryshojmë. Unë uroj të gjithë ekipeve mirëseardhje dhe brenda këtyre ekipeve të cilat janë pjesë e këtij karvani janë edhe 4 shtete të cilat nuk na kanë pranuar neve si shtet dhe me të vërtetë ka qenë një nder dhe një privilegj për Kosovën që ata të marrin pjesë dhe ta nderojnë shtetin tonë dhe ata e kanë konfirmuar ardhjen dhe do të jenë në një ekip kogja e madhe dhe do të jenë ndoshta kryesor konkurrent për të fituar ndonjë medalje në Kosovë. Do të jenë 10 shtete, fatkeqësisht në Stamboll na ka votuar edhe Serbia dhe Bosnia Hercegovina, 12 shtete janë pro, por dihet politika e tyre dihet siç është dhe nuk kanë mujt të vinë. Fatkeqësisht e kanë involvuar edhe Bosnia Hercegovina. Besoni me luftë të madhe kemi pas para 2 javë, ndoshta ka pas hezitime edhe ka pas pretendime që të komplet të dezertohet ky aktivitet nga disa shtete të cilat neve nuk na duhen të mirën. Mirë po puna jonë jemi sot dhe unë i falenderoj të gjithë kanë konfirmuar ardhjen dhe ardhja ka pas të konfirmohet me 5 maj, mirë po me 23 maj kanë konfirmuar pas një konsultimi të jashtëzakonshëm me institucionet relevante si është UCI. Dhe ne jemi sot këtu dhe po përgatitemi dhe jemi të gatshëm që ta fillojmë garën me 5 qershor në ora 2 fillon kronometri dhe do të nisën gjitha gara do të nisen në komunën e Ferizajt.